Rritja e menjëhershme e temperaturave ka sjellë dhe raste të shumta të shpërdorimit të ujit të pishëm në lagjet periferike të qytetit të Pukës, çfarë bëri të mundur mungesën e furnizimit pa ndërprerje të qytetit me ujë të pishëm. Kreu i ndërmarrjes së ujësjellës kanalizime në qytetin e Pukës Demir Hyseni mësohet se ka ngritur grupe pune për inspektime në lagjet periferike të qytetit të Pukës, ku për rastet e konstatuara, falë dhe bashkëpunimit me policinë bashkiake dhe ato të shtetit, do të ndërmerren sanksione ligjore për shpërdorimin e ujit të pishëm. Sipas ndërmarrjes së ujësjellës kanalizimeve, për çdo rast konstatimi të shpërdorimit të ujit të pishëm apo thënë më qartë përdorimit të tij për ujitje, gjobat për konsumatorët familjar do të jenë 100.000 lekë të vjetra, ndërsa për konsumatorët privat masa e gjobës shkon në 200.000 lekë. Kreu i sjellësit në Pukë, Demir Hyseni, shpreh se për rastet e konstatuara, krahas gjobave do të bëhet dhe shkëputja e menjëhershme e furnizimit me ujë, kjo për shkak të shkeljes së kushteve të kontratës nga ana e konsumatorit. Mutej, bëhet e ditur se rilidhja e ujit bëhet vetëm atëherë kur do të bëhet likuidimi i gjobës, e cila ka veprim bllokues edhe për procedurat në bashki, çfarë do të thotë se për rastet e familjeve të gjobitura si pasojë e shpërdorimit të ujit të pishëm, nuk do të mund të tërheqin asnjë vërtetim, certifikat apo dokument tjetër pranë Bashkisë së Pukës deri në likuidimin e gjobës për shpërdorimin e ujit të pishëm.